Nderuari kryeministër, nëse dëshironi të dini amanetin e dëshmorëve, mos pyesni kë e kishin afër në çastin e fundit. Secili prej nesh ka qenë prezent. Mjafton të ecim rrugës tyre. Nga organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, ftojmë zotin Qemail Krasniqi. Të nderuar pranishëm, më duhet ju përkujtoj se edhe me 26 mars vitit 99 ishte një mot i ngjashëm. Gratë, fëmijët, burrat, smurit ishin në përmalje dhe të kërcënuar nga vdekja. Prandaj ne do të durojmë edhe pak, apo? Nëna e baballar të dëshmorëve të martirëve, motra e vëllezër të Krushës së Madhe, invalidë veteran të luftës, të nderuar pranishëm. Pranvera e vitit 99 ishte plot shpresë, frikë e dhimbje, ishte pranvera që do të përjetësohet në memorin tonë kolektive. Lufta çlirimtare bëhet detyrim për popujt e robëruar. Populli shqiptar e priti me entuziazëm daljen e UÇK-s dhe kjo ishte dëshmi se poshtërimit po i vinte fundi. Të vetëdijshëm për vështirësitë e rreziqet, luftëtarët e lirisë hynë në këtë ndërmarrje të madhe kombëtare, jo për të fituar grada, dekorata e lëvdata, por se ishte gjëja e duhur që duhej bërë për ta ndryshuar statusin e popullit shqiptar në Ballkan. Ashtu si dhe në zona të tjera, edhe banorët e Krushës së Madhe me rrethinë mbështetën UÇK-n sepse ishte ushtria që bronte nga xhiri i popullit dhe se ishte shpresë për liri. Edhe nuk mund të kishte përfundim tjetër një odiseat serbe e nisur që në vitin 1878 më herët, që u karakterizuan nga dhuna e terrorit, dëbimi e vrasit masive të shqiptarëve që nga Sanxhaku i Nishit e deri në Lumë. Për të ndërprerë cikël të dhunës së gjakderdhive, u desh një mobilizim i përgjithshëm e banorët e kësaj ane u përgjigjen siç duhet. Që në ditët e parë të luftës, djemë e burrat të kësaj ane u bashkuan me shokët në Drenovce Zadriq, ndërsa disa të tjerë ishin të lidhur me LTÇK-n kohë më parë. Kjo simbioze krushjanëve me organizatat çlirimtare kishte rënit në histori. Shumë veprimtarë e kanë hedhur farën e atë dashurisë tek brezat, farë që do të mbijë, rrënjoset dhe do të japë fryte pikërisht me lidhjen e UÇK-s. Këtu ishte brymosur me idetat detare dhe këngë për Bajram Curën e këndonte me shpirt dëshmori Muhamet Matsori. Studentët, fiktime e ndër të rapër, Sinan, Hida, Setak, Isak, Ismet, e Adi Moti ishin rritur e borëruar me idetë e mendjendriturit të Këshinoti, kurse Hysni Durakut i kishin rrëfyer për mbytjen me torturë të gjyshit të tij Avdiut në aksionin e armëve në vitin 1958. Nga Oxhaku i fismi Gashanëve, shumë djemë e burra u bënë nësmëtar për themelimin e njësitëve të parë të UÇK-s në Tiranë. Dërsa në përjetësi hyn Njazi, Ismaili, Bekim Gashi bashkë me Dalim Berën. Dërsa Samia Gimnadi, që e donin atë shumë lirinë e dijen, u vranë në Ahmars të Kopshën. Doktori që i dha jetë lirisë, Faredin Hoti, hyri në përjetësi duke mjekuar njerëzit deri në çastet e fundit të jetës, ndërsa Ragiti, vëllai i Ukshinit, me Kushërin Xhemaliun, Shukriu në agimin, u bën morana të lirisë. Gjithse janë 20 vjet reja që janë dëshmi se në Krushë të Madhe lote dëshira e shpresa për liri, ndërsa shumë djemë e vajza u rreshtuan në radhat e UÇK-s në zonën e Pashtrikut, por edhe në koshare e Pashtrik. Pra, Krusha e Madhe është vendi njerëzve të mëdhenj dhe i krijimeve të mëdha. Populli shqiptar po e pagunte siç thoshte biri i Krushës së Madhe i shqiptarisë Këshinoti, Tallrin e Gjak. Ishim të vetëdijshëm për çmimin e madh të lirisë, mirë po o duhet ta bënim o të vdesim. Na mëson të ekipërosi çështjes shqiptare. Krishtianët dhe shumë të tjerë dëgjuan thirrjen e tij. Prandaj, e mbështetën fuqishëm UÇK-n. Kjo mbështetje dhe dëshira e madhe për të fituar lirin i kushtoi shumë dhënë Krushës së Madhe edhe rrethin. Kto ka mbush me varën, ndërsa shumë familjarë ende presin nga anë të mësojnë për fatin e më të dashurve të tyre të përmbyrë me dhunë nga forcat serbe. E poeti i Xhedet Vajraj do të shkruan, sikur të mos qenë njerëz, sikur të mos qenë njerëz. Plani Patkoj për rënimin e shtëpive, djegjen e pronave, vrasjen dhe dëbimin e shqiptarëve ishte hartuar me kujdes nga shtabet e luftës në Beograd e Prishtinë dhe u zbatua pa hezitim. NATO nisi operacionin ajror 2 ditë përpara se ky plan të fillonte të zbatohej në terren. Reagimi me njerëshëm i ushtrisë dhe i policisë serbe që në natën e parë të goditjes së çaqeve serbe
e vërteton ekzistimin e këtij operacioni të madh të spastrimit, gjë që do ta vërtetonte edhe vetë generali amerikan investigar. Fatkeqësisht, edhe sot vazhdon përndjekja dhe persekutimi i njerëzve tanë. Ne përballemi me akuzat të përpiluar në kuzhinën serbe, përballemi me arrestimin nga policët huaj dhe gjykime nga njerëz huaj. Këto vërtet nuk ngjajnë as pak në vlerat e lirisë, mbi të cilat parime është ndërtuar demokracia europerëndimore. Kjo i ngjan një kompromis të dhimbshëm që duhet ta paguajë shqiptarët ashtu si në vitin 1913, 1918, ashtu si në vitin 1945 deri në ditët tona. Nuk është drejtësia ajo që vën në bankën e të akuzuarve ata që luftuan për lirinë e tyre, dhe nuk është drejtësia ajo që amniston kriminalët e vërtetë. Kërkojmë që luftëtarët e lirisë të jenë lirë, ta gëzojnë këtë trovë lirie me familjet e tyre dhe të vazhdojnë të ndërtojnë ëndrrën e lirisë të arritur me shumë mundje e sakrificë. Këtë va kërkojmë në emër të gjakut, në emër të sakrificës, në emër të lotit të nënave, të grave të reja, të fëmijëve, të atyre që humbën më të dashurit e tyre. Krusha e madhe, Krusha e vogël, Celina, Nagaci, Fortesa, Hoqa e vogël, Pastoci, Rahoveci, Pastasili dhe shumë vatat të tjera të krimeve monstruoze serbe janë dëshmitë tona më të fuqishme që tregojnë se kush ishte viktim dhe kush agresor. Drejtësia e vonuar nuk është drejtësi. Të barazosh kriminalët që në mënyrë të organizuar dhe sistematike kryejnë vrasje, djegje e shkatrime, me ata që të shtunë nga dhuna e represioni kapën e armët për shtyruar veten, vërtet është shërbimi më i keq që mund të bëhet vlerave të lirisë. Të respektuar pranishëm, ne vazhdojmë të insistojmë në drejtën tonë natyrore për të qenë të lirë të pavarur dhe për të ndërtuar vetë të ardhmen tonë. Mirëpo, vazhdojmë të qëndrojmë pranë vetimit të ushtarit të UÇK-s. Do të jemi në gjendje ta mbrojmë jetën tonë dhe lirinë tonë me çdo çmim e sakrificë. Dëshmorët dhe ata që u pra në emër të këtij synimi madhor janë vlera jone e përbashkët, prandaj nderimi e respekti për ta nuk do të mungojë asnjëherë. Lavdi të rëndëve.